Shteti i Kosovës po qëndron shumë mirë me dokumentacione dhe strategji të ndryshme për integrimin e këtyre komuniteteve. Por nga shoqëria civile dhe partitë politike këto strategji po tregon si të dështuara. Për shumë biseda të ndryshme dhe gjëra tjera që ky komunitet po ballafaqohet, ne sot në studio kemi të ftuar zotrin Sami Kurteshin, avokati i popullit. Zoti Kurteshi, mirë se erdhët në emisionin Debatin e Studio. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta. Përshëndetje për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit të televizionit dhe të radios. Me lani që të filloj me pyetjen e parë, si e shihni gjendjen e komunitetit egjiptian në Kosovë? Megjithatë një përgjithësimet janë pak të rrezikshme, po në kontekstin tonë, edhe politik, edhe shoqëror, edhe sidomos ekonomik, mund të bëhet një përgjithësim pa frikë, pa rezerva, se pozita e komunitetit egjiptian dhe jo veç egjiptian, po dhe ashkali, edhe rom, është larg asaj që thuhet në media dhe thuhet nga politika. Mendoj se gjendja, sidomos gjendja ekonomike, ne duhet të bëjmë dallimin, është shumë e rëndë dhe ka diskriminim jo të hapur, po dukshëm. Domethënë diskriminimi është i dukshëm jo vetëm për komunitetin që përjeton ma rënd, po edhe për ata që janë jashtë komunitetit, do të thotë diskriminimi ose nëse dikujt tingëllon shumë egër, dallimi domethënë është relativisht i madh, i dukshëm gjithsesi, po edhe i madh. Nëse kemi në një varfëri në Kosovë, kemi megjithatë disa dhëna statistikore që nuk janë shumë të mira për Kosovën. Domethënë mendohet se zyrtarisht janë dikon 30% pa punë. Jo zyrtarisht ajo shifër është më e madhe dhe me gjas duhet të jetë më e madhe, do të thotë duhet të jetë dikon rreth 40%. Unë mendoj se më njëherë kjo shifër dyfishohet te këto komunitete. Nëse 40% është papunësia te komuniteti shqiptar shumic, edhe te komuniteti serb, domethënë se ata parafërsisht kanë një përkraje politike dhe një presion politik që këta tjerë nuk e kanë, atëherë papunësia te komuniteti egjiptas, ashkali edhe rom, sigurisht është mbi 80%. Unë po e them këtë pa i pas shifrat e sigurta, problemi sa është i dukshëm, domethënë i pashëm, i dukshëm. Ne flasim në Kosovë për shkallët nivelet e varfërisë, sipas kritereve të Bankës Botërore edhe indeksit zhvillimit njerëzor. Kosovë thuhet se ka dikun, domethënë se varfëria arrin dikun rreth, po ashtu rreth 40% se ata që janë të papunë dhe kanë pak problem me siguru jetën e tyre ose me siguru një standard mirë, domethënë parafërsisht do duhet të kishte një përputhje mes numrit të papunëve ose përqindjes të papunëve dhe varfërisë. Po pastaj flitet edhe për varfërinë ekstreme. Për varfërinë ekstreme flitet domethënë kur një person është i detyruar që të jetojë brenda një dite, dikush mos ta merr shumë rënd, domethënë një ditë 24 orë me më pak se $1. Kjo është varfëria ekstreme, domethënë se duhet me llogarit çka mundet me bëj me $1 ose më pak. Kurse varfëria llogaritet te persona që jetojnë me 2 ose më pak dollar brenda 24 orë. Edhe na themi këto janë statistikat për Kosovën. A ka bëu dikush dallimin, domethënë po për Kosovën. Po a është e njëjta varfëria dhe e njëjta varfëri ekstreme te nëse duam ta bëjmë dallimin, meqense dallimi është shumë tragjik, tash po them në aspektin njerëzor është shumë tragjik, po është e njëjta varfëri ekstreme edhe te komunitetet e Rom, Ashkali, Egjiptas. Apo shkalla e varfërisë është e njëjta, unë mendoj që nuk është e njëjtë. Edhe nëse flasim për 18%, 17% varfërisë ekstreme, mendoj se në këtë mos, domethënë këtë përqindje, domethënë dikon rreth 70-80% e përbëjnë pjesëtarët e këtyre komuniteteve. Jo që s'ka shqiptar, ka shumë në gjendje jashtëzakonisht mirë që janë ty jetue,
Po nëse flasim për përqindjet, atëherë duhet bëhet ndallimet, atë këtu nuk bëhen ndallimet. Unë mendoj se këto ndodhin dhe janë dukshme. Qeveria e Kosovës, ashtu siç e thash edhe më herët, ky komunitet po ballafaqohet në vështirësi të ndryshme dhe qeveria e Kosovës ka realizuar ose ka hartuar një strategji për integrimin e këtyre komuniteteve. Si e vlerëson implementimin e kësaj strategjie? Unë nuk kisha me u lavdue me faktin që e njeh shumë mirë këtë strategji. E di, kam pas në dorë, ne kemi diskutuar, kemi edhe në kuadër të institucionit në departament kundër diskriminimit. Kam pas edhe kontakte, në vërtet në Gjakov një herë më duket, po kam pas kontakte me pjesëtar të komunitetit rom dhe ashkali dhe egjiptas. Çështja është domethënë se ne nuk i kemi vetëm një strategji. Kemi shumë strategji, një numër shumë të madh strategjive, edhe të ligjeve besa. Dhe në drejtim Kosova nuk është në gjendjen më të mirë, domethënë, nuk e ka pozitën më të mirë në aspektin normativ. Se i kemi ligjet më të mira në Ballkan, dëgjojmë në këto nganjëherë, jo na i kemi më të mirat në Evropë, jo në Ballkan. Nuk ka nevojë, domethënë ne kemi një bazë të mirë normative sa i përket ligjeve, edhe strategjive. Problemi i Kosovës nuk është aty, problemi i Kosovës është te zbatimi i ligjeve i strategjive. Dhe unë po them kjo nuk bën përjashtim në këtë drejtim, domethënë jam i bindur që nuk është zbatuar, nuk zbatohet, unë kam pas edhe kontakte, edhe kemi edhe në kuadër të raportit tonë që e bëjmë jetor. Çështja është mandej prej numrit të madh strategjive, cila zbatohet më shumë apo më pak. Zbatohet më shumë ajo që ka një presion më të madh politik, edhe zbatohet më pak ajo që s'ka presion. Edhe nëse domethënë këto komuniteti egjiptas nuk ka mundësi me bë presion natyrës politike, presioni natyrës politike apo shoqërore, që në ndëqune, përmes votës në parlament, përmes votës në parlamentet komunale, ose përmes një mënyre tjetër, domethënë të angazhimit politik apo shoqëror, atëherë sigurisht kjo strategji apo edhe ligji që ka të bëjë me komunitet ose me një çështje caktuar nuk shkon përpara, për arsye se s'ka kush e shtyr. Asnjë ligj vetë nuk implementohet vetvetive. Ligji vetvetive është normë, rregull që ne e bëjmë bashkë për me rregullu diçka që nuk është e rregulluar, a? Edhe strategjinë e bëjmë domethënë nëse ka nevojë edhe kemi një synim. Strategjia lidhet domethënë me idenë, me synimin që mas një vjetë, mas 5 vjetë, ose mas 10 vjetë të arrit që kjo shkallë e zhvillimit, që kjo shkallë e rregullimit çështjeve apo diçka. Edhe unë po e them që nuk zbatohet. Ju referova më shumë kësaj strategjie se konsiderohet si një strategji e famshme, ta quaj kështu sepse ka shumë donatorë dhe shumë institucione ndërkombëtare që kanë ndarë grande të ndryshme për implementimin e kësaj strategjie. Po, unë e di se kjo strategji është bërë, domethënë, unë kam dëgjuar nga zyra e kryeministit në vërtet. Nga ajo ka dalë, ne kemi pas kontakte edhe personale, domethënë edhe në këtë drejtim i kemi pas rezervat tona. Sigurisht unë nuk e di në detaj edhe në mësi sa është zbatuar domethënë nga perspektiva e komunitetit egjiptas. Unë pak më parë thash domethënë ato dallimet që i kemi edhe te varfria, që thash te varfria ekstreme, se jo të gjitha komunitetet prekën njëjtë, pa ajo bëhet një mesatare në Kosovë thot e Bankës Botërore në Kosovë thot se GDP-ja domethënë të ardhurat për kokë banore në Kosovë janë diku mbi $3.000. Ajo është mesatarja, po ajo fut ato që i ka domethënë $100 milion në bankë vet, edhe ato që i ka një rrogë relativisht mirë, edhe ato që s'merr kur gjë heq, këti fut aty, edhe ajo mesatare domethënë ajo tregon këtë botës parafërsisht që pjesë e kemi, po nuk tregon çka ka brenda. Edhe për çato edhe është e domosdoshme edhe është e nevojshme. Ata që zgjidhen politikan, ata që janë të edukuar, që kanë shkollim, që këto dallime të bëjnë. Thonë po, është 17% varfëria ekstreme në Kosovë. Po nga që kjo 17%, domethënë 80%, 90% prekën egjiptas, 70% prekën ashkali, 80% prekën rom. Po ajo nuk ka ndonjë problem domethënë. Vetëm tregon shifra që i ka përdorur vetë Banka Botërore dhe që i përdor vetë institucionet e Kosovës. Po jo me lënë përgjithësimin, sepse nëse një strategji o bë, për shkak se diku i ka rënë në mend
se të hujt japin donacione, me bo një strategji, edhe do të me dhonë diçka, ajo nuk e rregullon punën, po ajo do të me u dëshmu mandej me faktit objektive, po që strategji, që to me rregullu, se fëmijët egjiptas nuk mujnë me shku në shkollë, se fëmijët egjiptas, familja egjiptase në mesatarja familjes egjiptase, dhe më thonë, ka shumë fëmijë edhe nuk e ka kërkon të punësum, se si rregull, dhe më thonë, që na e dim, shumica, mos të them krejt, se di saksisht, shumica e familjeve egjiptase ose ashkali, dhe më thonë, nuk kanë tokë, me punu tokën, ose nuk kanë pas mjete, nga e kaluara me hap biznese private. Këtë këto elemente duhet me rënë parasysh dhe të bëhen pjesë të strategjisë. Jo strategjia të ndërtohet pse dikuj ka rënë në mend nga zyrja, avokatët popullit i ka rënë në mend nga zyrja, hajde peshkuj një strategji, se më ka thonë një donator që na i japim do të hodha, tani mos ne bëjmë diçka. Mu për këto edhe partia egjiptiane e legjislaturës kaluar ka kërku largimin nga komuniteti egjiptian në parlamentin e Kosovës nga kjo strategji. Për njëjtën kohë dhe shoqënia civile ka pas opinione tjera tu përshkruar që shteti i Kosovës nuk ka vullnet politik. Ka elemente të ndryshme. Problemi i vullnetit politik është, domethënë, sepse për qeverinë e Kosovës minoritetet tjera janë më të favorizuar. Jo, na do të më fol konkretisht, nuk është fjala për minoritetet tjera ose për minoritetet ose për komunitetet. Kosova ka bërë një gjë të mirë në aspektin normativ. Në aspektin normativ për shkak përvojës vetë, domethënë, megjithatë shqiptarët, nëse flasim për komunitetin shumicë, kanë bërë përpjekje me ik në koncepti që nga përvoja e tyre, domethënë janë tregu racional, nga përvoja e tyre ka marrë konotacion negativ minoritet, pakicë, sepse kanë pas një përvojë relativisht keqe. Për shkak krejt përvojës që dim në Ballkan. Tash, ka bërë përpjekje me thonë në kushtetut komunitetet jo shumicë. Që mos me prek, domethënë, minoritetet mos me thonë. Çështja unë mendoj se këtu është se na kemi disa komunitete, edhe unë jam për dallimin e krejve, jo për dallimin me qëllim të diskriminimit, po me dallimin me qëllim të rregullimit të fakteve objektive. Nëse themi janë të privilegjuar ose janë të privilegjuar, ne themi komuniteti serb është më i privilegjuar, larg është më i privilegjuar. Shumë larg, për arsye se ka një mbështetje politike për një shteti, na po e shohim edhe tash, për një shteti, domethënë që nuk ka synime veç të realizimit drejtave të njëjtë, por ka synime politike ndaj një territori të caktuar. Këtë mbështetje mos jo aq politike me synime domethënë të ndarjes territoriale, po këtë mbështetje ka komuniteti turk prej Turqisë. Turqia është vend i fortë, ekonomikisht, politikisht, domethënë edhe mbështet, po shteti tonë që është shumë e drejtë me u interesu për bashk kombasit. Që janë, ne nuk e dim saktësisht kush çka është, po ajo interesohet për çfarë, ajo që është shumë rregull. Komuniteti rom, komuniteti ashkali, komuniteti egjiptas nuk kanë spaku një vend politik që e quajmë një shtet që përkraha ta për shkak të ngjashmërisë. Prandaj politikisht jemi me Prandaj nuk kanë këto komunitete nuk kanë as shtys as mbështetje politike. Edhe ato duhet ta kërkojnë brenda. Vetëm brenda këto. Edhe unë mendoj se këtu brenda nuk po mund ose spaku deri tash nuk kanë mund me gjetë. Fatkeqësia më e madhe është mos e kanë mund me gjetë vetëm kur ju kanë vit votat. Edhe ne jemi kundër asaj, domethënë, derisa këta njerëz krejt e konsiderojnë veten qytetar të Kosovës. Nuk ka asnjë arsye edhe asnjë qëllim që këta t'jenë, jo të ndihen diskriminuar, po t'jenë diskriminuar në realitet. Edhe këtu kemi një diskriminim, ne kemi një diskriminim të këtyre 3 komuniteteve në raport me komunitetet tjera jo shumicë. Edhe diskriminimi prej vendit në vend, prej komunës në komunë, mundet me qenë shumë pak më i vogël, po një diskriminim përgjithshëm e kemi.
Përmendet më herët pak edhe problemet që ky komunitet po ballafaqohet me çështje sociale, ekonomike. Kohë të fundit kemi ndryshim të rregulloreve për asistencën sociale. Dhe fatkeqësisht komuniteti egjiptian, por edhe komunitete tjera si vetmit burim që kishin këtë ju ndërprej nga shteti i Kosovës. Si e vlerësoni ndryshimet dhe rregullore që qeveria ka krijuar? Dy çështje domethënë janë ne vazhdimisht po flasim për gjëra të tilla dhe vazhdimisht po prekim në pika që janë edhe të rëndësishme po edhe tragjike. Vet kjo që thoni ju, domethënë se shumica e komunitetit ka jetue nga këto ndihma, kurse ato janë totalisht pa mjaftueshme, tregon gjendje. Nëse edhe ato mandej shkurtohen ose largohen totalisht ose hiqen krejt, domethënë tregon një gjendje. Edhe këto janë ato elementet sepse ne kur themi e kemi një koncept politik apo ekonomik, sikur është koncepti varfëri ekstreme. Ai koncept varfëri ekstreme, ai duhet të operacionalizohet. Prej nga vjen ai? Kush janë ata njerëz? Edhe që tu i gjejmë, domethënë, njerëz që kanë marrë ndihma sociale i takojnë domethënë kategorisë varfërisë ekstreme. Nëse ajo ju hiqet, domethënë, ajo varfëri thellohet. Edhe ne duhet t'i dallojmë saktësisht, domethënë, kur e operacionalizojmë konceptin, atëherë themi, po, në grupin e njerëzve që llogaritën se i takojnë domethënë kësaj kategorie të varfërisë ekstreme, bëjnë pjesë njerëz që marrin ndihma sociale, që u shkurton ndihma sociale, dhe s'marrin hiç ndihma sociale, edhe s'kan vend punë. Edhe tani duhet me gjetë kush janë ata njerëz. Ata njerëz kanë emra, kanë mbiemra, kanë adresë. Edhe nëse dojmë ta bëjmë dallimin që është tragjik në kuptimin ekonomik edhe shoqëror, edhe i gjejmë te komuniteti egjiptas, te komuniteti ashkali, te komuniteti rom, te komuniteti shqiptar, ka te komuniteti serb, nuk duhet me iknu. Njeri edhe baza biologjike, baza ekonomike e njerët nuk ka më rëndësi cila është për mua, më rëndësi është domethënë e ka se se ka. Edhe unë përsëri po e them, këto janë domethënë ato të palejueshme, janë vendime arbitrare në vërtet, janë vendime që nuk janë shpjeguar, ne si institucion e kemi pas këtë problem, e kemi diskutu, nuk them se e kemi studiuar ashtu që duhet me studiu. Unë mendoj me gjithë kushtet e rënda, mendoj se pjesëtarët komunitetit egjiptas, ashkali, po edhe rom, që me gjithë kanë pas mundësi me ndjek shkollimin, duhet me hyj kësaj pune. Besoni që kësaj pune hynë vetëm ai domethënë që preket nga ajo, edhe hynë mas miri, me gjitha hollësitë, me gjitha detajet. Ai që nuk jeton në këtë realitet, ai hynë e bën punën, po nuk e përjeton ato. Unë më bën një punë shkencore, nuk kam asnjë problem, edhe me armë, s'kam nevojë me armë këtu në Gjakov se e kam në Gjilan. Dhe po, problemi është që unë nuk e ndjej, për pak qaste, nuk e jetoj atë farë jete. Edhe unë mendoj se duhet këta njerëz me i bo ato, edhe me tregu hapur, nuk ka në Kosovë llustrim politik. Ato duhet me heq dikush një herë për gjithmonë për i mendjes, hajde na të kallëzojmë që këta janë ty e tu mirë, sepse ata të hujt atje, po na thojnë për diskriminim. Nuk ka këta, nuk mundet me anë shprehje. Këta po jetojnë keq, nëse këta ndjehen si komunitet. Edhe diskriminum do të me thonë hapur, edhe do të me ndërmarrë veprimet që do me thonë me jetu. Unë jam interesuar që çdo qytetar në Kosovë me ndi veten krenar, unë jam qytetari i Kosovës. Po jo me ikë, do me thonë, ketë me marrë rrugën e ikës në perëndim. Edhe nuk janë veç këta, ka do me thonë numër i madh, shumë shqiptare, edhe kërkush nuk ka dallu sa janë, po janë me gjasë, janë me dhjetra, mija që po ikin. Edhe nuk po nin veten krenar se janë qytetarë të Kosovës. Pikërisht këtu te ikja, po du me potencu problemin e migrimit ilegal që ky komunitet masivikisht po lëshon Kosovën. Pra, përmendëm edhe më herët, janë disa kushte që po kryqëzojnë në çfarë forme largimin e këtij komunitetit, pra ndërprerja e skemës programore, problemet e ballafaqimi i shpesht me papunësinë që ky komunitet ka, përkundër faktit që ka edhe kuadra që fatkeqësisht nuk janë të punësuar. Ja, problemi dhe më thonë, unë po e them ma i theksum, është tek të komunitet.
nuk kam bërë hulumtim shkencor, unë personalisht që me thonë, këto janë shifrat. Po ajo është e dukshme, nuk diçka dhe më thonë që... A është shqetësues emigrimi... shqetësuese. Ju e keni... Me gjas, edhe ju pak i keni përcjell këto mediat kohëve të fundit. Edhe keni pas shqetësuese për opinionin, po edhe për institucionet. Në vërtet, unë mendoj se kjo nuk ndalet. Nuk ndalet, do të thonë, as me thirrjet, nuk ndalet as me telefonat, as me ndonjë shkem, apo as me ndonjë mbledhje që mohet në nivel më të lartë të institucioneve publike në Kosovë. Duhet masa tjera, edhe ato masa tjera nuk po shifen se po merr. A ikin më shumë egjiptas, a ikin më shumë ashkalia, Roma, as shqiptar. Ajo ka me lujt pak rëndësi, me rëndësi është dhe më thonë se një numër i madh i njerëzve sot në Kosovë, qytetarëve të Kosovës janë të gatshëm çdo moment nëse u jepet rasti me ikë. Edhe që kjo është problemi. Nëse dikush don mandej me bë dallimet që kanë një qëllim, dallimi nuk duhet me qenë negativ, me qëllim të diskriminimit, po do me bë dallime, do më thonë për shkak se s'don keq me i fut me një thes, po ikin. Po s'po ikin edhe Sërb, s'po ikin edhe Turqt, po ikin shumë egjiptas, shumë shqiptar, shumë ashkali dhe shumë rom. Edhe do të me tregu dhe pse po ikin, cilat janë arsyet, me gjetë arsyet, edhe me mbas, do më thonë, kur kemi shkaqet, atëherë dim edhe me i luftu. Po me thirr një mbledhjet, nivelit më të lartë shtetëror, edhe me thonë, po na iki njerëz të kështu, edhe çka mas mbledhjes, do me thonë, me shku në restoran, me pi mirë edhe mu harru ajo, pak ka rëndësi. Edhe unë mendoj se veprime nuk janë duke më ndërmarrë që me ndalë ketike. Unë nuk dashta me përmend, po me gjas para 2-3 mujve kam marrë një letër nga një prej deputetëve të komunitetit egjiptas, prej Gjakove, që e ka lëshu Gjakove, tash nuk është këtu. Nështë edhe ju e dini edhe me emër, edhe e kom marrë dhe më thonë, edhe ajt duke, edhe unë e kam qenë kreti pa fuqishëm dhe më thonë që me thonë, po rrës, unë ta garantoj këto ose këto. Edhe kjo është çështja. Kjo është çështja dhe më thonë që nuk ka shenja se do të bëhet ndonjë ndryshim që ata njerëz i detyron me thonë, jo nuk po ikin, mas pari këta që janë persona potencial me emigru, me u ndalë, të atyre që janë rrugë si për me u kthy, edhe të atyre që kanë ikë, dhe më thonë që atje jetojnë në mjerim të plot, unë po them në mjerim të plot, në kuptimin e fjalës se një janë minimizu mjetet e ndihmës, e dyta 99% kanë me i kthy. Ndoshta 0.1% ka ndonjë shans për ndonjë arsye këtë jashtëzakonshme, këtë veçantë që është objektive dhe shohin ata që s'ban me kthy çet njëri, se është tepër i smut, se është pranë vdekjes, se ka diçka. Po për arsyet ekonomike, për arsyet politike, për arsyet gjendjes shoqërore, nuk ka me u ndal kërkush atje dhe kanë me kthy. Nëse shteti nuk po arrin të krijon politika të mira për integrimin e këto, dhe në njëjtën kohë po kërkon kthimin. Nuk ka. Si e vlerësoni, kjo është dy probleme janë. Një pozitë shumë e palakmueshme për gjithë përkatësitë etnike që kjo kërkesë për kthim duket pak me qenë është e pakuptueshme në momentin. Jo sinqert, domethënë se s'ke drejt kërkuj më thon ktheu jeton mjerim këtu. Po, veç ktheu jeton mjerim se tjerë s'po ma liberalizojnë. Shteti s'po mundet me ofruar liberalizojnë viza. Çka po më intereson mu liberalizimi viza? Absolutisht, këtyre njerëzve asnjëonit, do të them 90% qytetarëve të Kosovës nuk ju intereson liberalizimi vizave, se kur e liberalizon këtë çështje viza, domethënë, kjo do të thotë se njerëz kanë të hodha me dal jashtë me shetit, me bë diçka, sepse liberalizimi nuk të garanton punësim. Edhe me u kthy në vendlindjen e vet. Ky është qëllimi kryesor. Po nuk është, domethënë, çka ka lidhje kjo me liberalizimin e vizave? Me liberalizimin e vizave ka, domethënë, të bëj vetëm një shoqëri që i ka kushte, domethënë, mos me shku me
me nxjerr një vizë, me prit, me u maltretu, do më thonë që ka maltretimet natyrave ndryshme, po e ka mjetet, e ka veturën e mirë, e ka mjetet e mira, mundet me leju vetës me shku në Gjermani, në Francë, në Itali, me kalu 1 ditë, 2, 3, 5, një javë, edhe me u kthy në vendin e vet. I sigurt. Këtu nuk e kemi atë fenomen. Këtu e kemi një fenomenin, do më thonë që njerëz po ikin për një jetë më të mirë, për kushte elementare, edhe jo për një jetë më të mirë, por për kushte elementare. Ftesa për kthim, nëse nuk përcillet me veprime konkrete, domethënë është e pa kuptim. Jo, është e pa kuptim, është hipokrite, sepse s'ke drejt kërkujme e thonë, eja edhe ktheu në mjerim. Jeton, eja në mjerim, s'mundesh me i thonë, kërkuj s'ke drejt me i thonë. Edhe jo, nga pozita, domethënë e jote kur ti në vërtet nuk jeton në atë mjerim, ose nuk bashkjeton në atë mjerim. Kjo është çështja, prandaj edhe nuk po ndalet emigrimi. Unë kam vetëm frikën edhe dhëmbjen, domethënë se ata njerëz shumicën kanë me i kthy. Edhe mas keqti është domethënë që ata edhe minimumin e mjete ose kanë hyrë borxh për me pagu rrugën, edhe ato nuk ju paguën, po i kthejnë këto. Edhe unë pres domethënë vitin e ardhshëm një përkeqësim gjendjes nëse nuk ka ndryshime ekonomike edhe shoqërore dhe politike në Kosovë që fillojnë domethënë me hap vende të tjera të punës edhe me rregullu gjendjen ekonomike. Sepse ata njerëz kur kthehen çtu kanë më kthy. Çato mjete që i kanë pas për me X i kanë në vërtet edhe i kanë marrë borxh. Çka? Pyetja është çka, domethënë që kjo gjendja duhet të vështirësohet edhe më shumë. Po, dhe kjo pyetje është shumë shqetësuese. Domethënë kjo pyetje nuk është domethënë një çka e thjeshtë, po shumë shqetësuese. A keni pas reagime direkta ndaj qeverisë të Kosovës përkundër faktit që kishin një vërç politik? Sa i përket emigrimit, jo, domethënë se nuk është domethënë çështje e ankesave, çështje e një njeri janë me vjetra mia. Domethënë kjo është një fenomen që prek themelet politike dhe ekonomike të shtetit. Edhe nuk është diçka domethënë që institucioni duhet m'ia tërheqë vërejtjen qeverisë, apo kujt do tjetër, edhe presidentit, se hej po ngjan kjo, sa ata për ditë para syve tyne i kanë, po i shohin. Domethënë nuk është një diçka që duhet na m'ia tërheqë vërejtjen, edhe me i tregu qysh me zgjedh. Njerëz po thojnë hapur domethënë se shoh perspektivë. Nuk kam mundësi, natyrisht, mesin e këtyre njerëzve, unë e di që ka domethënë edhe ata që e shfrytëzojnë momentin në mënyrë naive me u largu, domethënë se kanë ato, po shumica se kanë kushte shumësia, po shumica e tyre domethënë kanë kushte shumësia ikin nga gjendja e mjerimit, edhe për shkak të përvojës së refugjatëve në botë, në vërtet, ne kemi me miliona refugjatë në gjitha anët e botës. Është e njohur ajo thënia, domethënë sigurisht ka thelbin e vet në realitetin. Askush nuk e lëshon shtëpinë e vet, nuk ik me dëshirë. Askush. Pa marrë parasysh nga mjerimi, nga kushte këqija, nga mos perspektiva, nga krimi, nga kërkush nuk ik me dëshirë nga shtëpia e vet. Domethënë na duhet me pas parasysh këtë fakt. Këta njerëz pa marrë parasysh pse kanë ik, kërkush nuk ik me dëshirë, sidomos në këtë kohë. Do më referoj pak problemit me punësimin. E them që punësimi nuk është vetëm problemi këtyre 3 komuniteteve, ose në këtë rast komunitetit egjiptian, por është edhe për komunitete tjera. Më intereson di, ekziston një ligj për shërbysit civil ku parashë 10% popullatës në këtë rast prej komuniteteve minoritare të jenë punësuar në institucionet publike. Deri me tash kjo nuk ka ndodhur, pra kemi të bëjmë me shkelje të ligjit, si e vlerësoni? S'ke çka vlerëson domethënë. Kjo nuk është zbatu. Dhe na me sa diu ne në një farë mënyrë është tjerrëm këtë çështje pak më herë, unë po them këtë, domethënë se përsëri presioni më i madh është bën nga komuniteti serb. Larg presioni më i madh është bën nga komuniteti serb për shkak të rrethonave që po i shohim. Sepse kemi një situatë politike ku shteti serb me ndihmën domethënë do miqve më të mëj se vetë që është ai, mund me bë presion të tillë politik deri në instancat më të larta botërore, Këshilli të Sigurimit, edhe mandej ne kemi një
establishment politik, dhe më thonë që nuk mundet me i bo ballat i presioni, dhe ku nuk i bon ballat i presioni, dhe më thonë shkakton edhe këto diskriminime që po i shohim ne. Po, të kthehemi te ky ligj, dhe më thonë ky nuk është zbatu, dhe unë mendoj që në një tarme jo tafërt, po afat mesme nuk do të zbatohet, dhe më thonë se ne po e shohim se është këtë gjendja ekonomike, po dhe gjendja punësimit. Sot është përveç gjendjes së rëndë ekonomike, sot kemi kriju në Kosovë një bindje të secili njeri, jo vetëm në shërbimin civil, edhe në administratën publike, dhe gjithkon, se pa pas njofshëm nuk ka punë. Unë mendoj se komuniteti egjiptas, Ashkali edhe Rom kanë ma pak të njofshëm shërbimin civil edhe në institucionet publike. Unë po them veç ma pak, kështu që edhe shansat i kanë pak ma të vogla se të tjerë. Edhe kjo është një gjendje. Do të thonë, ne ende nuk kemi kriju as shërbim civil të shëndosh, as administrat të shëndosh, po s'kemi as ekonomi të shëndosh, do të thonë, për absorbim. Këto janë, do të thonë, momentet edhe vërtet, unë po them që te ne nuk ka të bëjë tash kjo me komunitetin egjiptas. Te ne ka nevojë për një ndryshim të përgjithshëm të mentalitetit, të veprimit, edhe sidomos, do të thonë, të veprimit ekonomik. Me këto që jemi ne tash nuk ka shumë shpresa që përparohet shpejt. Po du më dalë pak të hapësirat mediale, edhe pse ne jemi vetëm një medium për momentin që i kushtohet komunitetit egjiptian. Radio Televizioni i Kosovës është një medium publik, dhe me ligjin për të kënë parashet që të ketë hapësirë mediale për gjitha komunitetet pakic në Kosovë. Deri më tani, komuniteti egjiptian nuk ka hapësirë mediale. A shifni si diskriminuese? Jo, unë e shoh se ju si komunitet, do të thonë jeni dopt, nuk keni mundësi me bë presion. Përkundër faktit që ka pas presion. Edhe nuk bëni presion. Ka pas presion. Kur të bëni presion ajo vrehet. Ka më vret. Edhe unë më i thonë, do të thonë që nëse bëni presion, nuk e di çfarë presioni mund të bëni edhe ku mund ta bëni, po unë mendoj se keni disa vrima i keni, edhe ato duhet të shfrytëzoni deri në skaj. Se përket, do të thonë, drejtës ligjore që është e garantuar, unë veç një mund t'ju them, do të thonë se nëse ju e dëshmoni se kjo e drejtë ligjore është e garantuar dhe ligji i RTK-s po. Jo, ligji i RTK-s, po ligji për mediat edhe ju keni, do të thonë, edhe atë çka është për RTK-n. Dhe unë mund t'ju them se keni institucione avokatit publik mas veti. Po ju duhet me fillu presionin. Edhe presioni nuk duhet me qenë, do të thonë, sa përsye faqe. Sa përsye faqe, ma e keq është qofse ban dikush presion para zgjedhjeve, me i marr votat edhe masane mos më interesu. Po presioni duhet me qenë objektiv dhe real. Se presionit ne kemi informacione që zyrtarisht janë dërgu edhe shkresa me shkrim. Edhe me kërku, jo vetë shkresa me shkrim. Televizioni i Kosovës nuk ka kthy as përgjigje. Po, edhe keni këtu një zyre të avokatit popullit, qofse s'ka kthy përgjigje, nas muj me bo, nas kemi polici, nuk kemi forcë ekzekutive, po na muj me quë edhe na një letër. Ju e keni quë, qofse ju e keni quë, apo dikush tjetër, edhe nuk keni përgjigje për një institucioni publik, më ne mja dërgu zyrës tonë këtu, e keni bashkëpunëtorin tonë këtu, që nuk ka ndonjë arsye ato mos me bo shumë shpejt, ai ka e prorin e vetë, unë mendoj që reagojnë shumë shpejt, edhe që kjo është formë e presionit gjithanshëm, nuk është veç politik, është edhe shoqëror, edhe ekonomike, edhe politike, edhe në aspektin e drejtave të njerëzit. Po unë mendoj se nuk ka pjesë në skemën programore të RTK-s për egjiptasit, sepse presioni egjiptasve është i vogël për me fut një skemë, në atë moment kur bëhet presioni i mjaftueshëm. Edhe ju nuk do të zgjidhni mjetet cili është presioni. Ju po e doni një pjesë programit për komunitetin egjiptas. Edhe do të çat presion me bë. Edhe do të më zgjedh, domethënë me këshir ku i dhem ma shumë, ose qysh e prek ma shumë, dhe më thonë, një institucion, për me realizu drejtën. Dhe unë s'kam kur gjo këtu, që muj me thonë tre. Unë muj me thonë që institucioni avokat popullit, është nonën e juve. Ju ordroni, dhe më thonë, lajmëron në zyrë, edhe shefni. Po s'muj me thonë tash, diçka ma shumë. Është e drejtë e garantuar me legj, ajo do të zbatohet. Institucioni avokat popullit ka veç që detyrë, avokati popullit ka veç për detyrë. Aty kur nuk zbatohet ligji, me ngrit zanin, por nuk avokati popullit duhet me di që nuk e din për gjitha ligjet të Kosovë që nuk zbatohet.
sepse ato janë shumë, edhe nuk e din gjendjen në terren. Prandaj njerëz duhet të lajmërohen, edhe egjiptasit, edhe ashkalit, edhe romt, me problemet e tyre që i kanë në raport me institucionet publike. Dera është qelë, nëse dikush vërtet ka në problem edhe gjusor, kemi ja gjetë, edhe njerin që e flet gjuhën e tij, me ushpreh, me mujt me ushpreh, po urdhronin një prej atyre dyrëve të vogla për me shty çështjet përpara dhe me manku, është avokati i popullit. Nuk është i vetmi, nuk është kryesori, nuk ka forcë ekzekutive, po ndoshta diku një guri të vogël mundet me qitë. Mirë, po do më dalë një pyetje që kogjasi shumë po është përkopon komunitetin egjiptian janë terminologjit ose shkurtesat të ndryshme që po titullojnë këtë komunitet me akronimin RAE. Kjo është në kundërshtim edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës, sepse kushtetuta joni njeh si komunitete veçmas, e jo si të bashkangjitër kështu siç edhe institucionet tona apo edhe disa media po i titullojnë me shkurtesat RAE. Çështja është, unë mendoj se është një çështje që meriton diskutohet. Edhe meriton diskutohet mas pari prej vetë komuniteteve, që janë përfshirë me këtë farë shkurtesa, akronimi. Të sqarohet midis komuniteteve, vetë ç'është është. Me kushtetut do më thonë përmenden emrat e emërtimet e plotat komuniteteve. Po kushtetutar nuk e ndalon, kërkon, do më thonë mu përdor një shkurtesë se mos mu përdor. Unë mendoj se është e drejtë edhe legjitime, edhe obligim të vërtet legjitime i këtyre komuniteteve më ul njerë me diskutu çështjen e kësaj shkurtese. Unë e di se na kemi qenë me një takim, kom harru, mos e merrni, me pjesëtarët e komunitetit Rom dhe Ashkalim duket, apo egjiptas dhe Ashkali, nuk e di. Për herë të parë ka disa vite kur na është tërheq vërejtja që kemi përdorur shkurtesën RAE. Edhe shkurtesa RAE nga unë për shembull, unë e kam përdorur pa ndonjë kuptim pejorativ. As pak jo negativ. Ajo ka qenë një shkurtesë për mos më thon komunitetet Rom, Ashkali, Egjiptas, komuniteti RAE. Po dikush po përcakton komuniteti. Nuk po thot komuniteti RAE. Unë e kam përdorur, jo dikush, po unë e kam përdorur komuniteti RAE si shkurtesë pa ndonjë kuptim negativ. Edhe është tërheq vërejtja që na nuk kemi e një vetën të thymë. Okej. Sigurisht në masën e kom mendue. A përdoret do më thonë shkurtesa e komunitetit të RAE në kuptimin që përdoret fjala ma gjup? Mendoj se jo. Mendoj se unë se kom përdor. Me qenë se deri në rinin e vonshme edhe fjallën ma gjup e kom përdor, por kur se kom marrë me mend që ka konotacion negativ. Edhe ma vonë, do më thonë e kam po, prejardhja, qysh, mënyra, edhe cilë është konotacionin në vërtet i vetë fjallës. Edhe mendoj se ajë në vërtet fjalla ma gjup ka konotacion krejtësisht negativ, edhe në përdorimin shoqëror, edhe në përdorimin mes shokëve, në qofse ajë përdoret edhe mes njerëzve të njëjtit komunitet, edhe për shako përdoret në kuptimin negativ. Këto duhet me pas parasysh. Edhe këto na e kemi parasysh, edhe unë mendoj se kjo duhet t'i bëjë njerëz që t'i ikin përdorimit të këtij koncepti. Koncepti RAE nuk e ka pas këtë kuptim në asnjë moment. Një, e dyta, koncepti RAE, domethënë historikisht është shumë i ri. Shumë i ri, domethënë edhe për mua personalisht është po aq artificial dhe fals, sikur që është artificiale dhe false ndarja mes egjiptasëve dhe ashkalive. Mirë po, përsëri nuk është çështje e imja, as nga pozita e funksionit, as nga pozita ime personale, private, që ti shmang ose ti bëj qarta dallimet mes këtyre dy komuniteteve. Po e them, mas mirë kishme qenë një diskutim i brendshëm, edhe tregohet domethënë çka. Qofse këto komunitete nuk duan të emërtohen me shkurtesën RAE, nuk ka drejt kërkush me emërtu. Sigurisht që nuk e emërtoj mo, po për mu nuk ka pas kuptim negativ, ka qenë false, për mbledh ma shpejt e kemi bërë RAE, edhe sidomos në shkru mos përdor shumë, ne në institucionin tonë bëjmë përpjekje mos me përdor, unë e di që përdoret shumë, sepse
janë disa gjëra, një është një përfshirje me cilën nuk pajton vetë komunitetit. Është një përzierje me cilën nuk pajton vetë komunitetit. Sidomos kur përzierja përdoret për qëllime ose politike ose ekonomike, për me I humbë disa dallime që mandej duhet të theksoheshin. Ka pas raste për shembull një pjesëtar I një komunitetit ka përfitu diçka dhe është emërtu me këtë shkurtesën edhe aty nuk është ditë për cilit komunitet ka përfitu. Unë mendoj se nuk do të ishte domethënë arsyeja vetme ajo ekonomike, po nëse këto komunitete, të trija këto komunitete ndinë veten jo komod me përdorimin e shkurtesës për emërtimin e tyre, nuk duhet përdoret. Thjesht nuk duhet përdoret as nga ata vet, as nga tjerët, nuk kanë drejt me u përdor, edhe nëse gjitha këto komunitete mendojnë se dallimet duhet theksohen. Unë s'kam arsye, domethënë në Egjiptas që nëse nin veten egjiptas e ndin me gjithçka, edhe don me u emërtu si tillë, nuk kam arsye me emërtu ndryshe. Edhe nuk kam drejt. Spokun në kontaktin me të nuk kam drejt me u drejtu ndryshe. Kur jemi të këto shkurtesat, ne patëm rastin që njoftohëm përmes mediave të ndryshëm në projekt ligjin, ose ta them më mirë në ndarjen e buxhetit për vitin 2015, pam atje në një pjesë diku tek disa rreshta ku u shënonte edhe emërtimi Maxhup, që ishte gjithçka zyrtare dhe patëm edhe reagimin e disa deputetëve në këtë rast zotit Veton Berishës nga Partia Liberale Egjiptiane. Po, ne kam përcjell këtë çështje dhe në vërtet reagimi I parë ka qenë I deputetit Rom nga Prizreni, aty në sallën e kuvendit. Ja rrohem. Kujtim Paçaku. Kujtim Paçaku, zotit Paçaku. Edhe aq. Domethënë ne kam pa dokumentin. Dokumenti është sot është, domethënë, po shpresoj që e kanë përmirësuar falëshimi. Me vend ka qenë reagimi. Ndoshta prandaj nuk po them, ne nuk reagojmë nëse nuk jemi të prekur vet. Unë nuk e di çysh reagoj, domethënë, po të më thuhet mu shiftar në një dokument që është zyrtar, edhe që nuk ka hiç qëllimin e fyrjes, po përdoret termi si I tillë. Kjo është problemi, ja. Prandaj unë po them nuk e di çysh e ka ndi veten. Ajo ka qenë në pjesën për komunën e Istogut, atje në një fshat Tomos, unë e di domethënë saktësisht çysh është, ajo në vërtetë ai pjesë historikisht quhet Lugi Maxhupit. Edhe nuk ka qenë çështja te emërtimi I grupacionit, I njerëzve. Po ka qenë domethënë një emërtim që është I vjetër me gjas, çysh e kemi përdorur, edhe na përpara ende përdoret si I tillë për me dallu. Kjo ende nuk e arsyeton domethënë përdorimin në dokumentet zyrtare. Në dokumentet zyrtare kjo duhet hiqet. A heqin ata njerëz domethënë që nëse ajo quhet që 100 vjet, ajo pjesa emërtim, jo për emërtimin e grupit njerëzve, po si emërtim ka me, domethënë na thomi për shembull te Kodra Turkit. Ose sot ka domethënë emërtime, unë e di, në Spokun, në komunën e Gjilanit, arat e Shkive. Në atë kuptim nuk përdoret kur gjë në kuptimin negativ, por na e dimë se përdorimi I fjalës shka ka konotacion negativ. Po ato përdoret dhe ka metë ashtu domethënë kërkuesi thotë ndryshe. Unë mendoj se përdorimi në dokumentet zyrtare duhet të ndalohet. Ajo është, a e heqin njerëz nga e folmi atyre për të shme, ka më qenë një punë tjetër me cilën nuk kanë mujtë më marrë as institucionet, po as vetë deputetët, domethënë se ajo mbetet, ka mundësi që kejtë e quajnë ashtu, edhe ato pa vetdije. Po, përdorimi zyrtar duhet të jetë I sakt, I qartë, edhe duhet të jetë shumë I kujdesshëm. Edhe mendoj se vërejtja ka qenë me vend. Vërtetë unë po ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë me bashkangjitë emisionit ton përkundër faktit që keni angazhime. Po shpresoj që do të kemi prapë në emision dhe diskutojmë për çështje tjera me rëndësi për komunitetin. Me ndërqofshe, faleminderit për ftesën, po shpresoj se shumë shpejt ndoshta ka mundësi një avokat tjetër ju më thirr.
për shkaqet këtë natyrës ligjore, domethënë. Po unë nuk e preshtoj mundësinë, edhe një herë tjetër me ardhë, domethënë, në këtë emision. Po shpresoj se avokatin e ri do ta keni, ose avokatën e re do ta keni bashkë në këtë studio. Unë për veti kam një vetëm të lirë dhe kam pas kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shiqus të nderuar, kjo ishte tëra cilin kishin përgatitur për këtë emision. Deri në emisionin tjetër të radhës, bashkë mirupafshim.